Nëse ka një gjë që i shqetëson më së shumti njerëzit sot, ajo është dhimbja e qafës. Kjo pjesë e vogël e trupit mban gjithë peshën tonë fizike dhe emocionale, megjithatë kujdesi për të jo në të gjitha rastet është në nivelin e duhur. Se si duhet të kujdesemi për qafën para se të jetë vonë, na tregon fizioterapisti Hedon Lleshi. Gjithmonë ne duhet të nxisim pacientin, të edukojmë pacientin kur vjen për një problem, që ai problem që të mos shfaqet prapë, të vëhet një plan i parandalimit apo i preventives problemeve të qafës. Një plan i mirë përfshin ushtrime, zgjatje të muskujve të qafës, ushtrime për forcim të muskujve të qafës në mënyrë që presioni mos të bie direkt në yjet, por muskujt ta absorbojnë atë shok ose stres të jashtëm që vjen në qafë. Përveç qëndrimit të gabuar, stresi i përditshëm është një tjetër faktor kryesor që ndikon drejt për drejt në dhimbjen e qafës. Stresi ndikon pasi shkakton disa kontraktura muskulare të pavullnetshme, edhe ato kontraktura mandej mund të na çojnë deri te dhimbja e qafës. E në rast se është paraqitur dhimbja e qafës, fizioterapisti tregon deri në parë që duhet trokitur. Duhet të bëhet një vizitë te specialisti neurolog ose ortoped, dhe pastaj duhet të këshillohet nëse ka nevojë edhe për medikamente për ulje të inflamacionit dhe trajtim konservativ me anë të fizioterapisë. Prandaj, kujdesi për qafën nuk duhet të fillojë kur shfaqet dhimbja, por shumë më herët përmes qëndrimit të drejtë, pushimeve të shkurta gjatë punës dhe menaxhimit të stresit të përditshëm.